Vazhdojmë me disa çështje për aplikacionet realistike dhe praktike. Kur aplikacioni del në web, mund të zbulojmë se nuk e kemi planifikuar dhe mjaft mirë. Për shembull, gjërat që kemi menduar se do të funksionojnë nuk janë mjaft të mira në botën reale. Këtu do të shohim disa probleme të botës reale që mund të ndodhin kur e bartim aplikacionin nga testimi në live apo në ambient real. Për shembull, lista e klientave të Elmerit është rritur shumë, por emailat e tij kanë krijuar disa ankesa, siç është marrja e emailit të zbrazët apo shumë mesazhe të njëjta. Nëse te faqja send email, pra te kjo faqe këtu, nëse këtu klikojmë në butonin e dërgimit pa e shkruar tekstin, thjesht dërgohet një email i zbrazët. Dhe kjo nuk ju pëlqen njerëzve, kuptohet. Pra kjo është problemi i gabimit të operatorit apo përdoruesit, i cili thjesht nuk din thojza me përdor aplikacionin. Tash do të flasim pak për validimin. Validimi do me thënë të sigurohemi se shënimet që i marrim janë shënimet që i presim. Në rastin ton janë dy kushte që duhet plotësohen që shënimet të konsiderohen valide. Subjekti me përmbajt tekst, pra subjekti përmban tekst, dhe teksti apo body përmban tekst. Kodi ynë mund të marrë vendime me if, me urdhrin if. Po ashtu do të përdorim dy funksionet PHP-s për të na ndihmuar. Funksionin isSet, që e kontrollon se a ekziston një ndryshore dhe a i është caktuar vlera, dhe funksionin empty, që e kontrollon se a është e zbrazët apo ka ndonjë përmbajtje ndryshorja. Do ta përdorim edhe operatorin e negacionit me pikë çuditëse, që ndryshe quhet operatori not apo operatori jo. Ky thjesht e kthen true në false, ndërsa false në true. Po ashtu do të na hyjnë punë edhe operatorët logjik që na mundsojnë të shkruajmë urdhra if më elegant, ku operatori logjik dhe kodohet me dy enda, pra me dy ampersanda, ndërsa ose kodohet me dy vija vertikale. Të gjitha këtu do t'i shohim në kod. Në këtë shembull do të bëjmë ndryshime më të thella, dhe në këtë rast preferohet të bëni backup kodin, që në rast se ju humb fija të ktheheni në versionin paraprak, apo të shikoni se si ka qenë puna. Backupimi është i thjesht, vetëm duhet t'i kopjoni fajlat burimor në një folder tjetër ku ruhen ashtu si janë. Pra ai version nuk preket dhe fajlat burimor apo kodi nuk zën vend shumë, kështu që mund të bëni backup shpesh, ndoshta çdo ditë apo në çdo fazë të projektit ku e keni kryer një pjesë pak më të madhe, thjesht ta dini se si keni evolu. Pra është veprim i thjesht, por vlera e tij është shumë e madhe, nëse shkon diçka keq, mund të ktheheni në versione paraprake. Në pjesën tjetër do t'i bëjmë ndryshimet reale në kod. Shkojmë pra në kod që t'i shkruajmë ndryshimet për kaqëse. Shënimet nga post miren këtu, dhe pasi të miren shënimet nga post, shkruajmë if empty subject dhe empty text. Pra nëse janë të dyja të zbrasta, i qelim klapat se kemi me shkru pak më shumë. Mund të shkruajmë një koment, e dim se edhe subjekti edhe teksti janë bosh. Atër eko e keni haruar subjektin dhe tekstin e emailit. Edhe një break. Pastaj mund ta kopjojmë këtë strukturë sepse është e ngjashme.
Nëse është empty subject dhe po e shtin klapa këtu not empty text, pra subjekti është i zbrazët, por teksti nuk është i zbrazët, atëherë këtu shkruajmë vetëm e keni harruar subjektin e emailit. Pra varësisht se çka ka harru përdoruesi vetëm atë tekst ja qesim. Ngjajshëm. Pra e kopjova prapa atë pjesë. Nëse nuk është empty subject, pra përvreni që shpeshtim në klapa këto për me qenë edhe më e qartë, dhe është empty text, klapat duhet të jenë të qiftuara mirë, atëherë si e keni harruar tekstin e emailit. Tash para se të lidhemi me bazë të shënimeve, e shkruajmë një if pak më të madh, do të thonë if nuk është empty subjekti, dhe nuk është empty teksti, shohim klapat të dyfishta na u kanë bo, qëta është mirë kështu me i nda. E pas kam harru këtu një klap me mbyll. Tash është mirë. Tash krejt këtë pjesë të lidhjes me bazë shënimeve të dërgimit të emailave dhe mbylljen e shtim mrenda trupit të këtij ifi. Me fjalë tjera, krejt kjo pjesë që e selektova tash ekzekutohet vetëm nëse nuk është i zbrazët as subjekti as teksti. Pra këtë klap po e fshi prej këtu, po e vendosi këtu poshtë. Dhe po e selektoj krejt këtë pjesë dhe me një tab po e shtyj një nivel më mrenda. Pra krejt këto tash këta urdhra janë pjesë e trupit të urdhrit if, cilat ekzekutohen vetëm nëse ky kusht këtu është i vërtet. E ruajmë këtë dhe tash e testojmë. Shifni, po thotë e keni harruar subjektin dhe tekstin e emailit. Kthehemi mbrapa. E shkruajmë vetëm temën. E keni harruar tekstin e emailit, pra ifat po funksionojnë mirë. E lëmë zbrazët subjektin, e shkruajmë vetëm tekstin. E keni harruar subjektin e emailit. Dhe në fund po i lëm të dyat. Shifni skripta po funksionon, ka kaluar në për të gjitha kushtet. Pra, kë nuk ka qenë i vërtet, nuk na ka dalë ky tekst. Kë nuk ka qenë i vërtet, nuk na ka dalë ky tekst. Kë nuk ka qenë i vërtet, nuk na ka dalë ky tekst. Kjo ka qenë e vërtet kësaj radhe, është krijuar lidhja dhe ka vazhdu procedura sikurse më herët.